duke patur parasysh që programi për nxitjen e punësimit të ndihmojë në një po them aktivitet privat, duke i dhënë mundësi për një periudhë kohe të caktuar edhe dhënien e pagës së punëmarrësve të punësuarishtas, por edhe duke paguar kontributet për sigurinë shoqërore dhe shëndetësore për një periudhë të caktuar për këta punëmarrës. Kjo do të bëjë që të rritet dhe numri i kontributëve dhe të rritet dhe pjesa kontributive, ajo që thuhen juve arka e sigurimit shoqërore. Pa patur këto element, pa rritur tava kontributive dhe pa rritur numrin ose rritur raportin e punëmarrësve me përfituesit, kuptohet që janë të vështira realizimi i kësaj strategjie dhe realizimi dhe fakti i rritjes së masës së pensionit apo të pensionit mesatar apo dhe atë të rritjes së pensionit bazë që vërtet që duhet të kemi një ndërhyrje që deri në 2030 të kemi një pension bazë apo pension social. Pensioni social është sa një pension bazë sipas ligjit aktual, të shkojë në 20.000 lekë apo në 200 euro. Zoti Hashimi, kjo draft strategji ju mendoni që i kalon tangent apo hyn në themel problemit të skemës së sigurimeve të pensioneve, duke dhënë një pension të 13, edhe një bonus në pranverë që sipas qeverisë do të vazhdojë, edhe ndryshimi i indeksimit, por edhe ato tjera që ju diskutuat më lart, rritja e pensionit mesatar në fshat qytet, rritja e pensionit social gati 2 fishim, gjitha këto i kalojnë tangent apo hyn në themel reformës së pensioneve? Pra, ju besoj ju e keni parë, keni lexuar që në rrjeshtat e kësaj strategjie janë të sqaruara dhe të mirë argumentuara nga specialistët përkatës se si do të arrihet. Kryesori i arsyetimi dihet, është i qartë që rritja e pagave, rritja e masës së pensionit, futja e pagës së 13, kjo ka më shumë se një vit që qeveria dhe Instituti i Sigurimit Shoqërore është ndërgjegjshme për pikërisht për problemin e pensionistëve. Kemi pensione që ne i quajmë pensione jo dinjitoze dhe do të synojmë pikërisht duke ndërmarrë këto reforma që janë të mirë argumentuara në strategji, se si do të veprohet për të arritur më poshtë në rezultati, të arritë një rritje të masës fillestare të pensionit, të arritë një pensioni 13 apo një bonus, nuk të drejtën nuk është problemi bonusit. Bonusi jam dakord, më thënë çdo pensionist, ndoshta do të kemi edhe në vitin 2026 një bonus në pranverë, siç patëm gjatë këtij viti në mars, në 2025, do të kemi një pension të 13, ndoshta kjo do të tashmë do të jetë një akt në ligjor që do të miratohet dhe do ta kemi në fund vitit, por për mua problemi kryesor nuk është vetëm bonusi i pranverës apo bonusi i fund vitit paga pensioni 13, për mua është rritja e treguesve ekonomik, rritja e numrit kontributëve, rritja e pagës reale, pagës mesatare, që do të kontribute më shumë në skemën e sigurimit shoqërore dhe më pas vetvetiu që do të ketë edhe një rritje të masës së pensionit. Duhet të ketë koeficienti indeksimit të pagave për efekt të masës fillestare të pensionit, duhet të ketë ndryrje si ajo që patëm në mars të viti për njërën e vlerësisë në punën që qytetarët të mos ketë një kosto financiare duke rendur në bërë institucione, po them, duke ndjekur ankimimin administrativ në Komisionin Nacional të Ankimimit, Komisionin Qendror të Ankimimit apo dhe në përgjykate, që kishin një kosto financiare, po për mua kishin edhe një kosto emocionale për çdo pensionist që ndishte gjithë të rrugë të gjatë për të njohur vitet e punës apo djersën e vet. Tashmë ligji numër 7 i vitit 2025 ka zgjidhur dhe i ka kursyer çdo personi të siguruar apo çdo pensionisti pikërisht edhe koston financiare që paguanin deri dje, por edhe koston emocionale duke i njohur. Domethënë reforma të kësaj natyre do të programit për nxitjen e punësimit po e përsëris që janë të domosdoshme, që do të kemi një rritje të numrit të punësuarve, të kemi një rritje ekonomike dhe gjitha këto do të bëjnë të mundur dhe këto janë të sqaruara vërtet të argumentuara nga specialistët edhe në strategjinë kombëtare
për të bërë të mundur më pas që të arjetë. Dhe mënyra e llogaritjes së masës fillestare të pensioneve, unë e kam thënë që edhe Instituti Shoqëror së bashku edhe me Bankën Botërore po punojnë për një sistem të ri të llogaritjes së masës fillestare të pensionit që të bëjë të mundur që kontributet që ka paguar gjithë secili të konvertohen në momentin kur ata do të jenë në kushtet e përfitimit, jo vetëm për pension pleqërie, për përsërisje, por edhe për pensionet e invaliditetit, për pensionet familjare, në gjithë kategoritë e përfitimeve nga sëmundjet shoqërore dhe për tava, për balindje, për pafshinë për koshte në punë, aksidente në punë dhe sëmundje personale apo pagesë në pafusisë, do të bëjë të mundur që kontributet që paguan gjithë secili, një person i siguruar të konvertohen nesër në kushtet e përfitimit me një koeficient, me një shkallë zëvendësimi më të lartë se sa e sot. Jo në shkallën e zëvendësimit që e sot, por të kemi të paktën të arrijmë në mbi 50% të shkojmë drejt asaj që ka qenë diku 70% e pagës ishte përfitimi. Po them deri nga viti 2014. Të shkojmë deri në shkallën e zëvendësimit 70% të pagës. Zoti Hashimi, edhe një pyetje të fundit kam, duke qenë se në 1 qershor nisi marrëveshja me Italinë për pensionet. Vetëm drejtoria qendrore preket, ka punë me këtë apo edhe rrethet? Edhe së dyti, a ka probleme që keni hasur me këtë kërkesa apo çfarë mund të ketë ardhur, domethënë individ caktuar që mund të ketë kërkuar dokumentacion, çfarë problemash mund të kenë hasur? Tashmë ne kemi një përvojë, se marrëveshje në fushën e sëmundjeve shoqërore së fundmi e kemi me Italinë, por më herët kemi patur me shumë shtete të tjera të Evropës apo edhe jashtë Evropës, dhe normalisht është krijuar një përvojë për në fushën e sëmundjeve shoqërore për llogaritjen e pensioneve të shqiptarëve të cilët jetojnë dhe punojnë në një shtet tjetër të botës me ato për të cilat ne kemi marrëveshje. Tashmë deri tani pikërisht institucioni që bën përpunimin e kërkesave për pension është një drejtoria e sëmundjeve shoqërore e Tiranës, veterinare e sëmundjeve shoqërore e Tiranës, edhe për shkak se nuk ka patur, po them, shumë kërkesa dhe janë përballuar vetëm në drejtorinë e Tiranës. Ndoshta futja ose fillimi i zbatimit të marrëveshjes me Italinë, që do ketë shumë shqiptarë të cilët kanë emigruar në Itali, punojnë, jetojnë në Itali, kanë pjesë kontributive dhe atje kanë vite kontributive. Ne shpresojmë që edhe me Greqinë të arrijmë të njëjtën marrëveshje, që edhe atje ka shumë shqiptarë të cilët kanë kontribuar në Greqi apo edhe në Shqipëri, dhe kuptohet që ka dhe shumë shqiptarë, qytetarë shqiptarë të cilët kanë kontribuar në më shumë se sa një vend të Bashkimit Evropian, dhe pikërisht këto marrëveshja do të bëjnë të mundur zgjidhjen, por për punimin ndoshta fluksi do bëjë të mundur që të kaloj përpunimi i këtyre pensioneve edhe në drejtoritë rajonale, jo vetëm në drejtorinë rajonale të Tiranës, mund të kaloj edhe në drejtoritë e tjera rajonale. Pjesa më e madhe në dijen time e kërkesave shqiptarët që emigrojnë apo kanë emigruar, kanë punuar, kanë jetuar në një shtet të Europës, bëjnë në shtetin përkatës, jo në Shqipëri, janë rase të rralla ato që bëjnë kërkesën në Shqipëri, por në momentin që do të bëjnë një qytetar shqiptar një kërkesë për përfitim në Itali, atje do të deklarojë edhe vitet kontributive që kanë në Shqipëri dhe do të kërkojë se ku e do tërheqjen e kësit mujor të pensionit italian dhe shqiptar. Të dyja pensionet mund të tërheqin në Itali, dhe janë procedura që ndiqen nga ana tonë. Nuk kemi patur asnjë shqetësim, qytetarët të cilët kanë qenë të punësuar, po them, në shtetin italian dhe sot janë kthyer, janë në Korçë, normalisht interesohen, kuptohet, duan të tërheqin vitet kontributive që ata kanë në Itali, merret informacioni dur nga strukturat e sigurisë shoqërore, kuptohet kërkesa mund të bëhet ose në Itali ose në Shqipëri, por gjithmonë në institutin e sigurisë shoqërore. Nuk bëhet në drejtoritë rajonale të dy drejtoritë rajonale që ka sot instituti i sigurisë shoqërore deri sot. Nesër ndoshta duke rritur numrin
e përfituesve ndoshta do të shpërndahet dhe do të caktohen vetëm drejtorit rajonale. Se ligji parashikon që pensionet caktohen nga drejtoritë rajonale të sigurisë shoqërore ose nga institutet e posaçme e ngritur në Institutin e Sigurisë Shoqërore, që i parashikon të dyja alternativat, ose në Tiranë ose në drejtoritë rajonale të 12 drejtoritë rajonale apo dhe 2 degë që ka në Institutin e Sigurisë Shoqërore, po them në Sarandë dhe në Metropol. Zoti Hashimi, të falenderoj shumë për gjitha sqarimet e detajuara. Edhe faleminderit. Ju uroj më të mira.